Jemi kthyer në studio, këtë herë jemi me objektet e ndryshme. Tani unë do ta nis nga artenista. Me që jemi këtu. Shpafiti pas ke zgjedhur Shqiponjë, na mund ta marrësh dhe ta tregosh pak historinë e saj? Patjetër. Kjo Shqiponjë, në fakt, Urdina ka një histori shumë interesante. Kjo ka udhëtuar në shumë vende të botës. Domethënë këtë e ka marrë fillimisht motra ime kur shkoi në 97 në Itali, e mori me vete, po, për ta pasur, domethënë atje, dhe pastaj kur u kthye në Shqipëri për të ndetur, e mora unë në shtëpinë time. Dhe e kam shëtitur për të vetmen arsye sepse shumë miq, njerëz, domethënë tanët të afërt, e shikonin kur ne bënim video call dhe është shumë e bukur, më pëlqen. Dhe unë i theu, do të ta sjell, po nuk do ta jap. Dhe merrja diçka tjetër, domethënë thjesht për t'ia dhuruar, që normal nuk e gjejmë dot, sepse që në 97 domethënë është blerë si objekt, dhe ne mbajmë në shtëpi sigurisht edhe si simbol të Shqiponjës, por edhe si simbol të Shqipërisë. Edhe të kësaj historie, dashurie, po, që edhe motra e ka marrë, po, domethënë ishte një ndjesi, domethënë që ajo duhet patjetër ta merrte me vete në momentin që shkoi atje. Shumë e bukur historia, sa edhe shumë e bukur dhe Shqiponjë. Faleminderit. Rezar. Shiko, nuk është shumë e bukur sa kjo, po ka një gjë të veçantë këtu. Ky blogu këtu daton në 85-ën dhe ka brenda edhe patriotizëm, sepse ka brenda guzhinë Gjirokastrita. Do thoni ju si mundet. Që ka ndodhur me këtë blog? Ne me Lauren martohemi në 87-ën, në prill. Dhe emërimi na del diku nga dhjetori për t'ikur aty ku ti e di. Dhe kjo zonja hyn nuse në një shtëpi Gjirokastrite. Dhe gjë e parë që i thot mamaja ime, thot merre një blog dhe një lapse dhe shëno tani të gjithë guzhinën që do gatuani kur të jeni atje. Dhe fillon zonja, që ishte vetëm 18 vjeç, nuk ishte gatuar asnjëherë në jetën e saj, dhe shoh për kuriozitet që receta e parë që ka makarona. Makarona. Receta. A mundesh nëse do ti, ta kthejmë tek të shohim pak. Shikoj, makarona, edhe prit ta lexoj. Një lugë gjelle krip, e zien në ujë një herë, pastaj i hedh makaronat. E pa parë. Kjo e dyta është tavë me të mbushura. Gjysmë kile speca, kaq domate, 4 filxhan kafe, pastaj se si bëhet i ketë gjitha. Dhe kalon nga makaronat, që ishte mësimi A, jemi në abetare në kuzhinës, tek fillon e shtohen patligjane të mbushura. Sofistikohet. Po i bënte gati Laura që gatuan në Rezari të Bukuresht. Edhe mirë, vemi në Bukuresht edhe i thash, bojera do makaronat që da vjera. Makaronat dilshin, më fal, pilafi, dilte njërë lapa, njërë sup, njërë risotto. Hajde zgjidhje tani. Tani i vim ke bloku. Pse thash që kjo është një vlerë, sepse herë me lapse, herë me stilo lapse, herë me lloj-lloj gjërash. Pra, kjo është një guzhinë që ne e morëm me vete. Pra, këtu ka një lloj patriotizmi, meqense jemi këtu. Sigurisht bloku tani nuk përdoret, po përdoret ngaherë tek mua, më shumë në funksion të një nostalgjie, ku them, këtu te këto është një copës e mamas time, që ka bërë byrekët, ka bërë qahit, ka bërë, dhe i kthem, jo se nuk di, edhe i gatuaj. Ky është dimensioni i parë i blogut, po blogu është blog magjik, shiko çka ka në fund. Kthehemi ne, edhe unë filloj punë në gazetën shqiptare. Në gazetën shqiptare të kohës së Bolinos, në atë kohë jemi në 94-95, shkrimet, pagesa bëjmë mbi bazën e shkrimeve. Pra, unë kisha 2 faqe gazete dhe mund të kisha brenda 2 faqeve 10-15 artikuj. Dhe si Gjirokastrit i shnoja në blog. Tani vim tek pjesë e fundit e blogut, edhe them për shembull, 20 korik në reportazh ose Berisha pret Partinë Konservatore. Data edhe numri i reshtave, edhe leku që sa kushton. Po, edhe në fund, Rudo, në fund të muajit, në fund të muajit, në fund të muajit shënoj. Artikull, për çdo artikull. I sa je paguar ti për atë artikull me Berishën? Shiko, jo... Në ke tregon si Gjirokastrit. Jo, them në fund të muajit, për shembull jemi në muaj në... Jo, kurioze në ato vite, sa paguesh një gazetar një artikull? Atëherë, ja po ta them unë roga ime në atë kohë shkonte 600-650.000. Dhe këto ishin plus? Jo, këto ishin mbi bazën e artikujve që bëja. Sa je paguar për një artikull? Një artikull shkonte 4-5.000 lekë. 4-5.000 lekë atë vjetë? Po,
vjetra. Dhe nëse ti do t'i blidhe gjatë gjithë muajit të shkonte rroga 600.000, që nuk ishte pak 600.000. Ishte shumë mirë, po në atë periudhë ka qenë një rrogë. Në 94 ka qenë një rrogë, si me thënë 6 milion sot. Është diku te 6 milion. Okej. Jo, në rrogë totale, nëse e krahasojmë me 95-ën tani, është diku te 6.000 euro, po themi. Okej, ndoshta. Për atë periudhë sepse ka qenë dimensioni, mos dali. Po ka qenë lekë Fjalën për rrogën mujore. Për rrogën mujore që merrte Xhaxhiu në atë periudhë, 600 euro nëse do ta ishim në ditët e sotme. Pra, ky ishte dimensioni i dytë i këtij bloku magjik, dohen që më kujton gazetën. Shumë interesant, falenderoj shumë që e solle. Elena. Unë jam atë darse dhe kjo dihet, kështu që dihet në gjithë rrethin tim shoqëror. Unë kam bërë një unaz me Shqipërinë natyrale, etnike, cilën e mbaj shumë shpesh, kam shumë qejf. Na e kthe pak nga kamera këtë që takimi. E ka futur dhe Kosovën. Në kishtë, e kam bërë sepse ja tani ta shoh. Duket si hoje bledhësh. Harta, e Shqipërisë etnike. Si e ke punuar këtë? E ke bërë me porosi? Jo, ishte ideja ime, bëra me porosi. Në fakt, ne po bëjmë një film historik, është dokumentar artistik, dhe në kuadrin e kësaj isha frymzuar me vite të bëja një varsë, të bëja një unaz, dhe nuk e di duke si kur më rrinte shumë afër syve, unaza më shumë se sa varsë e një gjë tjetër, dhe bëra dhe pastaj si kuksiane që jam, solla këtë elementi tradicional, të veshjes tradicionale që kemi ne, brezin, por është edhe për burra dhe për gratë, edhe është simbolike mbajtjes, dhe më thonë në mes, edhe... Po ti këtë mund të avesh, besoj që e ban me stane që në rastet të ndryve kur bëhen këto ballot që bëhen, që duan elementin tradicional, sigurisht i përdorim si unë, si motra i matim. Shumë herë dhe i ruajmë edhe në shtëpi, kemi shumë element. Shumë i bukur, shumë i bukur. Ardit. Pasioni im i madh është të udhëtoj edhe veçanërisht të udhëtoj në trevat shqiptare dhe kur them trevat shqiptare në vendbanimet shqiptare, pra përfshi fshatrat Arbëresha, Arvanitas, ato fshatrat e bukura karakteristike që janë në disa vende të Ballkanit dhe ku jetojnë shqiptarë, dhe në Ukrainë nuk kam arritur të shkoj akoma. Por veçanërisht në 2 zona, në Labëri e në Çamërisë, besoj se kam mbetur në një fshat që unë se kam vizituar. Dhe në një prej këtyre udhëtimeve, vendosa që të bëj diçka cilën e mbaj gjithmonë me vete. Janë gure nga arta, ndërkohë që dheu është nga ekstremi tjetër i trevave shqiptare, që janë fshatrat e Jablanicës. Edhe njëri u, kthej pak nga kamera atë që ta shoh. Është dhe edhe gur. Gur edhe dhe. E sa interesante. Pra gurët janë nga Arta. Dhe dheu? Dheu është nga fshatrat e Medvegjës, që bie, domethënë, pjesa më ekstreme sot e banuar nga trevat shqiptare. Mi, po ti e mirë me vete këtë... Ti të mbanë në shtëpi. E kam shtëpi. E mbanë në shtëpi, bravo. Shumë e bukur. Unë do të sugjeroja diçka. Këtë si që ke ta futesh në një gjë xhami, se është tamam si do ta kthesh në një muze. Të këtë muzealizohet. Në një kavanos. Do shta edhe duhet plotësuar pak me elementet tjera. Bravo. Po, është ide e bukur kjo. Përdor këto lloj elemente. Vetëm Reada, ç'është ajo? Tani kjo është një centro e punuar me dorë, me grep, dhe ky është Skënderbeu. Te ka punuar gjyshja ime Olga, e cila nuk jeton më, dhe dikur këto e ka bërë me dhe me grep të hollë, dhe dikur këto viheshin në xham, në dritare. Si perde. Dhe tani unë do ta marrë dhe kortina që i kemi thënë, dhe tani unë do ta marrë dhe do ta vë në kornizë. Sepse është pikërisht ajo çka mund thash më parë, që kjo është ajo që patjetër duhet trashëguar. Edhe unë punën me grep e kam të fituar nga gjyshja. E ke dhurat prej saj. Dhe që nga shumë e bukur kjo, në punë me grep, ti pas ke trashëguar prej saj. Vetëm se ka një gjë në këtë mes. Ada, do vi koha kur ti të futesh nuse në shtëpi dhe nusja gjën e parë që do heqi nga muret do të jetë kjo. Se do i thonë, me këto historitë. Tani Xhaxhiu, nusja ime nuk e di çka si e do ketë një herë, edhe a do jetoj në të një. Unë besoj që puna e dorës është vlerësuar dhe do të vlerësohet gjithmonë. Dhe kush ka pak shpirt arrin ta, edhe pa kulturë arrin ta kuptojë. Patjetër. Është shumë e bukur dhe u falenderoj shumë për këto objekte kaq interesante me historitë të tyre të sollët. Ndërkohë do të kemi sërish publicitet, do të kthehemi në pjesën e tretë. Është ajo pjesa pak më relaksuese dhe më argëtuese, pjesa e goglave, po gjithashtu aty ka pyetje që lidhen sërish me temën tonë. Kthehemi shpejt publicitet.